Mirdita gjithve, falenderit shumë, po ka shumë, po shoh Arbana se shumë meqe, ha? Të uroj. Kom pas një herë më shumë gazetarë. Falenderit shumë. Kur t'jem gati, kisha fillu. Sa dani, hiç mos e gati, se edhe kështu kemi kohë. A jem gati? Atëre, ju falenderoj shumë sot që jemi bashkarisht. Unë kam ardhur të ndajës bashkë me ju një lajm të gëzueshëm. Siç thënë e vet, ekziston një disponim gjithnjë në rritje tek qytetarët tonë në Kosovë për një fillim të ri. Edhe brenda Partisë Demokratike të Kosovës, në fakt, askush mend shumë se ne nuk e ndijmë këtë momentum. Gjithnjë më shumë njerëz po i bashkohen Partisë Demokratike të Kosovës. Si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kam intensifikuar angazhimin tim dhe partisë që drejtoj për një frymë të re të rritjes së transparencës. Ne jemi të përkushtuar ndaj rritjes së transparencës, përkushtimit dhe përgjegjësisë para qytetarëve tonë. Për më tepër, jam i vendosur për fuqizimin e grave në përgjithësi në institucionet tona, në njëjtën kohë edhe në partinë tonë. Pa rolin e grave, pa fuqizimin e rolit grave, pa marrjen e përgjegjësisë së grave, nuk mund të kemi as integrim suksesshëm euroatlantik, as transformim të fuqishëm ekonomik në reforma të cilet i duhet Kosovës dhe do të ndërmerren në Republikën e Kosovës. Si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës e kam ndjekur punën e Arbana Xharës si gazetare. Para se ta tokoja atë, pash në të dikë që kujdeset thellësisht për vendin e vet, qytetarët e vet. E pash se ishte përkushtuar në përmirësimin e vendit tonë dhe në të mirën e gjithë qytetarëve tonë. Pasi që takova Arbanën disa herë, unë u impresionova edhe më shumë për vetë faktin se ajo nuk është vetëm një fituese e një çmimi të rëndësishëm ndërkombëtar për gazetari dhe shumë çmimeve tjera, po në njëjtën kohë ajo është edhe një menaxhere e suksesshme duke drejtuar mbi 100 vjet. E kam ftuar Arbanën që të ndaj me ne për kushtimin e saj, dhe të gjitha vendosmërinë e saj për Kosovën, vendin tonë, brenda sistemit tonë politik, si një anëtare e Partisë Demokratike të Kosovës. Arbana, shpresoj se ke lajme të mira të ndosh së bashku me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Veseli. 17 vjet në gazetari nuk jam pak. Po shoh shumë kolegë që bashkë kemi rrugtu, nuk e kemi pas lehtë. Prandaj sot po duam ju falenderu gjithë atyre që më kanë qëndruar afër, që bashkarisht kemi hecë në tema ju shumë të lehta, gjithë e dini që kemi shkruar për një Kosovë për transparencë qeverisë, partive politike, edhe njëri prej tyre është edhe partia që prej sot e tuti do të jem pjesë e saj. Unë kam vendos të ndryshoj prej qenit gazetare, njëjtit zë, mirë po nga brenda. Çdo ditë jam ballafaqur me kërkesat shumëta të qytetarëve për probleme të mëdha me të cilat ballafaqohen ato. Pse do të më pyetni pse kam vendosur të futem në këtë parti? Është kjo parti e cila më premtoi hapësirë. Kam marrë pa asnjë kusht. E dini me herët kur ka ndodhur adërime të tjera, domethënë asnjë kusht, më është premtu hapësira, kauzat e mia personale, edhe tona, të cilat i kam bë si gazetare, do të vazhdoj brenda kësaj partie. Unë du me ju falenderu gjithë juve, mirë po dhe familjen time e cila është sakrifikuar. Nuk e ka pas lehtë të më qëndroj afër, bashortin tim, prind të mirë po dhe fëmijët e mi, cilët kanë kaluar nëpër trauma jo të pakta. E dini edhe kërcënimet cilat ka marrë vazhdimisht.
Kom pas mundësi edhe di që ka pas rastet e tjera kur janë shfrytzu edhe këto rrethana me ikë prej Kosovës, unë s'du me ikë prej Kosovës, më kanë shkruar shumë organizata huja, a dën me të evaku pas kërcimeve që ke marrë, jo, du me vazhdu, me qëndru në këtë vend edhe me rritë fëmijët me këto. Çka na mbetet se cilit prej nesh është fytyra jonë. Kështu që po ju premtoj që ka me vazhdu me dinjitet, me punu, para se të më kryqëzoni, jepni hapësinë për me pa që ka me qenë zani i qytetarëve të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe një herë, mos e harroni këtë mesazh, i cili ishte një gruaja të vendosme, me qëndru në Kosovë, mos me lëshu Kosovën, edhe me punu për Kosovë, një të go me ndryshu, aty ku jemi mirë për ta bërë me mirë, aty ku kem pengese edhe kritika, ndërrojmë për arsye se ky vendi jonë edhe çmim të shtrenjtë kemi paguar për këtë, edhe do t'i arrijmë suksesit. Urrani ta fjala për ju. Po. Zonënatora, ju vazhdimisht të qenë kritikues dhe përdergët. Ndërsa sot po i bashkohen kësaj partije, çfarë ndodhi tash? Gjitha shkrimet i keni online, asnjë nuk është fshi. Unë vazhdoj me qëndru prapa shkrimeve që kom bë, edhe kom e vazhdu me qëndru kritikuese edhe brenda partisë. Kjo është hapësira që është premtu që kam e pasë brenda partisë. Zoni se përgjohen që ti kritiku PDK tash me juve në PDK kanë modiftu këtë gjona dhe a do të kandidojnë për këtë partijë me qenë se të Jo, asnjë e thashme, asnjë kush nuk kam hi, asnjë pozitë konkrete. Kjo është arsyeja pse jam fut, për me qenë Albana që kom qenë jashtë. Ju thash edhe në fillim. Po. që nuk kom shjat një asistent. Najtë një po që i këmi që i statute kundër ka të resive që të si kriminal. A vazhdojnë me kona lo kriminal. Mundesh me një qita të postime cilat i pas në aqi, me i prezentu, nuk është shi asnjë për postimit tim. Vazhdoj me qëndru prapa gjitha shkrimeve cilat i kom thonë deri me tash. Zoti Veseli është ai i cili më ka kërku t'jem ajo që kam qenë jashtë edhe brenda. Asnjë pozit, është ofru vetëm hapësira për me qenë ajo që kam qenë jashtë. Domethënë nuk kemi negociu, nuk është kjo punë negociimi. E thash, nuk ka pas kërkesa as për pozita, as për nuk do t'jem në listë për me kërku vota, ka me ardhë me provu me bën ndryshimin prej brenda. Pjesë një bërë që qëfar ju premtu, më falni. Me zonën gjara, krejt biseda që i kemi pas, as njës të ka bëj me fatin personal, as nuk ka kërku, as nuk ka pranu të flitet. Ajo qëfar kërkon zonja gjara, edhe qëfar kërkojnë atë qytetarët e Kosovës, është një Kosovë me fuqishme në respektimin e ligjit, një Kosovë me zhvilluar ekonomikisht, dhe një Kosovë që i bën qytetarët e vetë krenare, as pak i inferior dhe i gjdo identiteti ai i botës civilizuar. Faleminderit shumë, suksese për krahne, zëra t'ilë të guximshëm, edhe njëjtën kohë jep një hapësirë ideve të guximshme. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, suksese.